Kemi një situatë ku njerëzit po njihen deri diku edhe të bullizum për shkak se kemi kamera në shesh të cilat po intervistojnë pa dëshirën e tyre. Kjo është thjesht e ndaluar me ligj. Çka realisht keni obligu mediat me fshi? Qysh janë obligu disa media me fshi emrat e personave që kanë qenë të përfshirë në artikuj dhe pse? Tek mediat ne kemi shumë të kujdesshme pikërisht mos prekjen e përmbajtjes së lajmit, atë që është në interesin e publikut. Domethënë, kemi të bëjmë vetëm me dhanat personale të cilat në atë testin e dëmit që ne e bëjmë, bën më shumë dëm te personi dhe shkel privatësinë e tij sesa te vetë interesi i publikut, që është një prej bazave të informacionit. Prandaj nuk ne kemi punu me mediat, unë jam shumë e lumtur me bashkëpunimin që kemi me mediat, sfundmi edhe nga Asociacioni i Gazetarëve ne kemi bërë një udhëzues ku përveç të tjera është përfshirë një pjesë shumë e madhe e rregullave, kërkesave ligjore të mbrojtjes së dhanave personale, dhe unë besoj që mediat në shumicë e dinë se sa e zbatojnë, është tani çështje tjetër. Kemi një situatë ku njerëzit po njihen deri diku edhe të bullizum për shkak se kemi kamera në shesh të cilat po intervistojnë pa dëshirën e tyre. Qysh me trajtu këtë situatë? Kjo është thjesht e ndaluar me ligj në parim. Na e kemi diskutuar edhe si temë të veçantë edhe vite më përpara. Unë konsideroj që ka fillu me ra numri, po flas të mediumet, që janë mediume të mëdha, që janë mediume serioze, domethënë nuk e përdorin. Mirë, po ka tash interneti edhe kjo mundësia e platformave ka bë që edhe vetë juve si sektori gazetarisë ju prek dhe nuk ka një rregullim të duhur të këtyre gazetave online që janë apo platformave online, mos t'i quaj vetëm gazeta, kështu që ka edhe të tillë që janë duke i bë këto. Mirë, po në parim janë të ndaluar pa marrë pëlqimin para prag të qytetarit. Gjithherë ta kemi parasysh kur flasim për qytetarin e thjeshtë që në qytet, po jo për zyrtarët publik. Në çfarë situatë? Çka me bë qytetarin? Qytetarin këtë situatë nuk e jep përgjigjen, të njëjtën e pyet. Prej cili televizion medium jeni, edhe vjen Agjencinë për Informim dhe Privatësi, anko dhe pastaj ne merremi me mediumin. Pra, deri tash nuk ka pas ankesa të tilla. Apo mendoni që nuk ka pas një sensibilizim të duhur të qytetarëve që nëse dikush ka dalë në shesh, po ju interviston pa lejen tuaj, po ju filmon pa lejen tuaj, ju mundi mu anku në Agjencinë për Privatësi. Absolutisht po. Duhet të ankohen dhe ne jemi ata që i zgjedhim ankesat e tyre,